me rastin e ditës botërore kundër dënimit me vdekje. Dhjetë tetor, dita botërore kundër dënimit me vdekje. Korrik 22, 2024, 29 ekzekutime. Gusht 2024, 114 ekzekutime. Tetor 2024, 171 ekzekutime. Dhjetor 2024, 148 ekzekutime. Maj 2025, 175 ekzekutime. Qershor 2025, 111 ekzekutime. Gusht 2025, 170 ekzekutime. Shtator 2025, 204 ekzekutime. 1914 ekzekutime, vetëm në një vit gjatë presidencës së Pezeshkian. Me rastin e ditës botërore kundër dënimit me vdekje, kujtojnë zërin që nuk hesht thirrjen jo ekzekutimeve. Në çdo cep të botës, iranianët e lirë e kthejnë këtë ditë në një betim për drejtësi. Kjo është një ditë për të kujtuar viktimat, për të dënuar mizorinë dhe për të afirmuar jetën në një Iran të lirë. Dënimi me vdekje do të jetë vetëm një kujtim i errët i së kaluarës.